Atë mi mbrëma të gjithë dhe të gjitha, faleminderit që keni ardhur. Edhe do përpiqem mos ta zgjas shumë prezantimet, e kemi vendosur mos të bëjmë shumë prezantim përderisa programi është pak i gjatë për sonte, pas kishim zgjidhje tjetër, nga që nesër ka një aktivitet tjetër me që është po ashtu i mbushur e nuk na lejonte kohë që për të respektuar ditën e ndërkombëtare të kujtimit të pagjeturve, që është nesër të zhdukur. Atëherë te cikli këtyre dy aktiviteti në diptik për sot dhe nesër, kemi vënë me një titull të përgjithshëm pak provokativ, themi, ose interpelues për atyre që i pëlqen në terma shumë filozofik alla francez, me titull çka po sheh? Çka po sheh? Ideja është që të sillemi rreth rrotull këtij interpelimi, çka po sheh, një pyetje që ja drejtojmë dhe vetes, edhe të tjerëve, dhe për njëri tjetrit, deri edhe fuqive, instancave politike qeveritare që na drejtojnë, për ndoshta edhe botës së mbarë që e jetojmë sot. Çka po sheh o ti njeri, orgest për shembull, sot e tani, dje dhe nesër, çka po sheh ti bashkëbiseduesi im, ti bashkëqytetari im, çka po sheh ti pushtetari im, çka po sheh ti bota jon. Nëse çfarë është e dukshme, çfarë duket dhe çfarë nuk duket në botën që tentojmë ta popullojmë. Çka po sheh tek ana ime, tek prezantimi i ditës sotme, që kishe menduar në formën e një triptiku, pak të gjatë, sepse implikon një prezantim të shkurtër timin, edhe dy filma, ishte e menduar në përshkrimin e përgjithshëm të aventurave të dritës, si një zhbirim i makinerive optike të politikës së organizuar. Prandaj dhe pyetja çka po sheh, që është pyetje që ja bëjmë vetes, që pyetje që filozofia ja bën të tashmes, po pyetje që edhe në dispozitivat e estetik, kinematografik, e imazheve që do t'ju shfaqim pak më vonë, të filmit parë dokumentar dhe të filmit dytë dokumentar gjithashtu, po janë dy dokumentar të afërt dhe shumë të ndryshëm. E njëjta pyetje i drejtohet dhe shikuesit, spektatorit të këtyre filmave, çka po sheh në filmin që po projektohet dhe çka po tregojnë makineritë pamore dhe vizuale, imazhet e cila po projektohen në ekran. Preteksti i parë për ta bashkuar këtë triptik ishte edhe këtë vit 50-vjetori i botimit të librit në origjinal në frëngjisht të disiplinën e shkim, surveiller et punir në frëngjisht, që është botuar në fillim 1975 në Francë, dhe shpreh atëherë është bërë shumë shpejt në pothuajse imediate një lloj klasiku, një klasik i shkencave humane, i shkencave sociale, një klasik i filozofisë, një klasik pothuajse i letërsisë në përgjithësi, i ka përcyer të gjithë kufijt disiplinor. Të themi. Mirë, po si çdo klasik ka rrezikun që i kanoset librit klasik, është që të mos lexohet më për atë çka është, për atë çka është bërë, çka është menduar dhe çka është shkruar në fillim, në fillesat e vet, për objektivin e publikut të cilit i është destinuar në kontekstin politik, social, historik, memorial, në cilin është menduar dhe shkruar, por që të lexohet si një artefakt, si një objekt kulturor, për të qenë i informuar me gjërat e trashëgimisë kulturore, për ta ndier veten të ditur. Atë çështja na shtroi me që ky aktiviteti i riedzimit, po themi, i burgut i idealit të korrespondonte me vitin e 50-vjetorin e rrumbullakut të librit fundamental për teorizimin e burgjeve në filozofi, disiplinën e shkim, lindja e burgut, siç e shihni nga titulli. Ideja ishte që edhe të rizionim dhe pyetjen, çka po sheh ose çka po lexon kur lexojmë sot librin disiplinën e shkim. Si është situata sot, 50 vjet, dhe ç'është libri sot, 50 vjet pas botimit të tij. Dhe ideja është të pyesim si dhe pse të mos e lexojmë këtë libër si një libër të largët, si një libër të shkuar. Është nga tendencat e më joshse, sikur s'ka më asnjë raport me çka ka ndodhur në kohën e vet. Nga njëra anë, bota sot është krejt e kundërta e dinamikës që ishte në kohën e librit. Nuk ka më sot, ose shumë e vështirë të gjerë sot, më asnjë
kontestueshmëri, të themi të mbylljeve në përgjithësi, në burgje, në kampe, në qendra grupimi, në qendra deportimi etj. Përkundazi, numri i tyre vetëm sa ka shkuar në rritje dhe pranueshmëria sociale, pranueshmëria shpirtërore, pranueshmëria etiko-politike e tyre gjithashtu ka shkuar në rritje. Ose kontestueshmëria e tyre ka shkuar në ulje. Edhe kur bëhet për ritual intelektual, po jo më shumë. Nuk është më temë, objekt i asnjë angazhimi të madh politike, asnjë grupimi, asnjë aktivizmi, edhe aq më tepër asnjë lloj revolte të paktën në nivel masiv. Ajo që kontestohet, që konstatohet nga ana tjetër është rritja eksponenciale e numrit të padëshiruarve të gjitha llojeve, dhe pothuajse në gjitha shoqëritë. Shoqëritë perëndimore në përgjithësi, sigurisht sepse ato japin tonin, po jo vetëm, një pjesë madhe edhe të shoqërive ishlindore, ato që janë ishlindore që janë pothuajse në perëndimorizim e sipër, deri te shoqërive tona këtu të Ballkanit lindor që janë më as ishlindore, as perëndimore akoma etj. Dhe deri në perëndimin ekstrem në Amerikën, të paktën Amerikën që nga zgjedhja e Donald Trumpit e këtej. Atë do të cilë thjesht një shembull, një citim të shkurtër që ka marrë nga Gazeta Kurrier Internacional, që mbledh artikuj të shtypeve të vendeve përndryshme e datës 1 qershor 2022. Gazeta Kurrier Internacional riprodhon një shkrim, një artikull të një gazetari shqiptar të marsit të qershorit 2022, domethënë përpara 3 vjetësh, i cili thotë: sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë në Greqi, Ministrisë së Drejtësisë greke, të botuar në mars 2022, ato shifra bëjnë të ditur se numri i të burgosurve në burgjet greke është 11.965, pothuajse 12.000, po themi. Nga këta, 7.482, nëse mbi 70%, janë qytetarë të huaj. Dhe nga këta, 2.224 janë shqiptarë, nëse 1/5. Ratioja e popullatës burgosur në Greqi, në 2022, ose jo në 1992, kur sapo erdhën shqiptarët që Greqia ishte pamësuar as 95, as 97, por në 2022 ratio e popullimit është mbi 70% e të burgosurve janë të huaj. Popullsia huaj në Greqi është diku 3-4% në raport me popullsinë vendase. Dhe mbi 20-30% të këtyre të huajve janë shqiptarë. Përqindja e shqiptarëve si të huaj në Greqi është po ashtu e pabashkëmarrshme me mbi popullimin, me mbi paraqitshmërinë e tyre në numrin e burgosëve. Shihet se ka një burgosshmëri jashtëzakonisht disimetrike mes numrit të popullsisë edhe numrit të atyre që hyjnë në burg. Dhe vazhdon artikulli, ish ministri i drejtësisë Mihalis Statopoulos thoshte në televizionin publik para pak kohës, drejtësia greke është detyruar nga konventat evropiane që të respektojë këtë pandemën e pavajsisë, që i panderi quhet i pafajshëm. Mirë po, për të huajt, normalisht ne bëjmë të kundërtën. Çdo i huaj është i dyshimt për sa kohë që nuk është provuar akoma pafajësia e tij. Në mungesë provimit të pafajësisë është a priori dyshimt. Dhe i ftuan një tjetër emision televiziv, Kostas Skouras, ishte zëvendësi presidenti i shoqatës së gjykatëse dhe prokurorëve grek, deklaronte në fund të marsit 2022 se burgjet greke janë kthyer fundamentalisht në thelb, janë transformuar në kampe përqendrimi për emigrantët e huaj dhe për varfanjakët grek, sepse të pasurit e gjejnë gjithmonë një mënyrë se si ti shpëtojnë burgun. Atëherë, kthyer kështu, mund të duket, ka shumë shenja që duket sot se disiplina e ndëshkimit është thjesht një fenomen historik tashmë që i përket së kaluarës. Një lloj shenje, një gjumë e kohës kaluar, radikalisht kaluar, bile ndoshta edhe një relikat pak kurioz, pak egzotik i një momenti të caktuar, egzotik dhe i kulturës franceze, i kulturës së subversionit, së majtizmit, jashtëtetës etj. Dhe tillë ka qenë në mbetet gjithmonë mënyra më e mirë për të neutralizuar veprat teorike kryesisht dhe tërësinë e efekteve të tyre. Ka pas një proces të patrimonializimit, të Foucault dhe veprës vetë në Francë, po edhe më gjerë,
që filloi me 40 vjetorin e vdekjes, para 10 vjetën, 2014, dhe vazhdoi me 50 vjetorin e vdekjes vitin e kaluar në 2004 dhe pastaj në 2024, më falni, 50 vjetorin e vdekjes. Vepra e Foucault e bile, do shkrimet e tij u shpallën nga Ministria e Kulturës sesar kombëtar në mënyrë që ato të mos bliheshin nga një bibliotekë amerikane e huaj që deshte t'i blinte kur familja ishte gatshme për t'i shitur dhe që të mund të mbeteshin në bibliotekën kombëtare të Francës. Ky thesarizim, ky patrimonializim, zyrtarizim i veprës së Michel Foucault kontribuon edhe ai në procesin e neutralizimit të veprës. Dhe sa më shumë që promovohet dhe shpërndahet në formë botimesh, përkujtimesh etj. Për vepra e tij në dispozicion gjithnjë më të madh dhe në publiku gjithnjë më të madh, më të gjerë, publik praktikisht botror sot, aq më shumë neutralizohet raporti me veprë, aq më shumë bëhet e fjetur ky raport. Aq më shumë promovohet leximin në pikpamja kulturore dhe kapja apo pembërsimi i ligjërimit të autorit në një dispozitiv kulturor ose historiko-kulturor që e redukton për veprën në një tip statuje apo një tip monumenti për të vdekur, i cili lexohet gjithmonë në shkallë të dytë si referent, gjithmonë me sonjzat e nevojshme, gjithmonë me ironinë e nevojshme, gjithmonë me distancën postmoderne të nevojshme, çka e bën që dhe vepra hyn në distancë me veten e vet. Është një organizim i rregullt, i përsëritur, i mos prezencës, i mos bashkëprezencës mes lexuesit dhe diskursit, ligjërimit që ai lexon, në mënyrë të tillë që gjithnjë më pak lexuesi ndjen veten destinater, i destinuar, i adresuar i këtij ligjërimi si i thirrur prej tij. Sikur ky ligjërim nuk ka më asgjë se ç'ti thot tamam në jetën e vet, në botën e vet. E megjithatë, nisur nga shembulli që e marrë të afërt nga shembulli grek, i cili nuk diskutohet dhe aq shumë në botën shqiptare, që në 2022 po as sot, po dhe nga shembulli më mirë që mund të ketë gjithnjë më tepër, a mund të mendohet për vërtet një aktualitet më i nxehtë për që flet, tregon për karakterin qendror të faktit burg, të faktit burgimor në aparatin politik të së sotmes. A ka mënyrë ndoshta më të thukët për ta kuptuar, për ta kapur për shembull dhe për ta zbuluar, për lexuar sjellësinë e vet, zemrën raciale ose racore, raciste ndoshta të funksionimit të demokracisë amerikane, pa analizuar fenomenin e burgut. Pa për shembull se arkipelagu burgjeror në Amerikë ka qenë mënyra kryesore e qeverisjes, e administrimit të faktit zezak dhe të ekzistencës post sklavëri të popullatave me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara. Mënyra për ta administruar, për ta menaxhuar edhe trashëgimin e sklavërisë, edhe për të siguruar riprodhimin e supremacisë së bardhë, që vazhdon riprodhohet ende sot, mbi 60 vjet pas luftës për të drejtat civike që është në Amerikë, pas vrasjes Martin Luther Kingut, Malcolm X-it etj. Bile edhe pas, megjithse trotzdem, me gjithë dy presidentat dy mandatet e presidencës së Barack Obamas. Dhe shohim sot rikthimin, rindëshkimin për një mënyrë e gjithë atyre tendencave që i mendonin arritje të barazisë etj. Dhe aparati burgjor ka qenë dhe mbetet akoma instrumenti kryesor i administrimit, i menaxhimit të kësaj politike. Ashtu si shqiptarët e përmendur në Greqi, ashtu si imigrantët e huaj në Greqi, ashtu për njëjta gjë njerëzit me ngjyrë, meshkujt kryesisht me ngjyrë, janë popullata e mbidestinuar për të populluar pikërisht industrinë, sepse është një industri e vërtet e burgjeve në Shtetet Bashkuara, bashkë me investimet edhe financiare që ka, fitim prushte etj, sepse ka miliarda, nuk e harrova për shifrën, po industria e burgjeve në Shtetet Bashkuara përfaqëson për nuk e di se sa përqind të GDP-së të produktit të brendshëm. Dhe si mund të mos e vësh re sot, për më tepër, që në çdo deshtim, në çdo krizë, në çdo përflakje të historisë politike të Shtetit Bashkuara,
reaktivizohet me njëherë, si një lloj pruriti, si një lloj virusi që rikthehet, që reaktivizohet kampi, reaktivizohet teli me gjëmba, reaktivizohet Guantanamo dhe të ngjashmit e vet, reaktivizohen deportimet, reaktivizohen gjithë ato forma dhe mënyra e prodhimit të trupit në përjashtimit të jashtëzakonshëm, dhe exceptional bodies, që nuk i bien më në rajonin e të drejtave, edhe shumë fishohen këto hapësirat e eksepsionit, e përjashtimit, e pezullimit të ligjeve që popullohen nga të tjerë trupa, cili burgu është modeli kryesor i tyre. Atëherë ta fusësh filozofinë në burg, po të themi kështu në mënyrën edhe metaforike, po dhe me që jemi këtu në mënyrën pak a shumë literale, siç tentoi, siç ishte kuptimi kryesor i parë i gjestit që deshi të bënte Foucault me botimin, shkrimin dhe botimin e librit 1975, nuk kam kohë për të zgjatem me rrethanat e hulumtimit si hyri dhe rrethanat për politike të sjarrimit tip, mund për herë tjetër, po ta fusësh filozofinë në burg dhe në kthim ta vësh burgun në zemrën e filozofisë, e leximit të filozofisë, është ndoshta pikërisht gjesti që lejon të lexosh, e bën të lexueshme, e bën të dukshme, e bën të kuptueshme, për shembull, lejon të identifikosh në kampin e sapo ndërtuar të gjadër shëngjinit në Shqipëri, në 300 vendet e burgut që qeveria e Kosovës ja huazon qeverisë Danimarkës në mënyrë ekstra territorialiteti që inmatet ekstrakomunitar, domethënë të burgosurit e huaj që s'janë të huaj europian, por që janë të huaj me ngjyrë, supozojmë arabozezake etj, të mund të vinde ta vuajnë dënimin, siç thuhet, në qelit e burgut të ri afër Gjilanit. Ky kthimi i filozofisë në burg dhe vënia e burgut në zemër të filozofisë është ndoshta mënyra më e mirë që lejon të identifikosh këto momente si emërtimin, si shifrën në një mënyrë e fshehtë, sekrete, po dhe autentike, që i jep kuptimin momentit bashkëkohor që po lexojmë. Si një interpretim më të thellë, më autentik të historisë politike që po jetojmë sot, në cilët duam apo s'duam jemi aktor, qoftë edhe si spektator të saj, çka po sheh, e njëjta gjë. Nëse i mbajmë syt aty apo i kthejmë nga ana tjetër, për ta lexuar këtë histori, përtej kufive të ngushtë kombëtar, provincial, kombëtariste etj, përtej referencës ndaj historisë son, autentike apo autoktoniste etj, historisë deri tani më të populluar gjithmonë me të njëjtat personazhe të lodhshëm, me Zogët, me Enver Hoxhat, me Mehmet Sherrat, po marr referenca shqiptare më shumë, apo ndoshta edhe me Skanderbeut e palodhshëm etj. Gjithë, domethënë, qëndërzimi i burgut, po themi, si koncept dhe si objekt dhe si realitet lejon ndoshta edhe shqendërzimin e shikimit dhe të shkrimit të historisë që është historia. Dhe hipoteza bazë që ky qëndërzim është akoma i vlefshëm, është akoma efikas sot, dhe që leximi i Foucault është një nga ato elemente që na lejon ta jetësojmë këtë lloj leximi dhe 50 vjet më vonë me të akoma si thon aktual. Dhe një vërejtje e fundit, ashtu si burgu si institucion në krimin e vet, ka pas si funksion për ndër të tjera të shfaqësonte institucionet e tjera disiplinore, sepse nuk ishte i vetmi. Me një shfaqësim qerthullor. Burgu shfaqësohet sepse thot, un jam si gjithë të tjerët, nuk jam vetëm unë që mbyll njerëzit në disiplinë. Po dhe në uzina kështu bëhet, dhe në shkolla, dhe në kazerma, dhe në kopshte, dhe në spitale, dhe në spitale psikiatrike etj. Ky shfaqësimi i burgut për veten e vet. Po nga ana tjetër shfaqëson njëkohësisht institucionet e tjera që janë pjesë e arkipelagut të disiplinave, sepse institucionet e tjera thonë dakor, po ne jemi burgje. Shikoni, burgu është mikë. Ky justifikimi dyfisht ka qenë një nga elementet që e ka bërë të përjetësuar funksionimin ose më saktë pranimin e keq funksionimit të burgut, i cili gjithmonë ka keq funksionuar, megjithatë gjithmonë ka qenë i pranuar për shoqërinë. Ama, pra një vërejtje e fundit, ashtu si burgun veten në përgjithësi shfaqëson institucionet e tjera disiplinore, ashtu ndoshta edhe burgu i ngushtë në kuptimin e burgut politik, kërkojnë ndjesë të pranishme që
kanë qenë këto burgë, që janë pjesë e këtij kontingjentit që për ne është i nderuar dhe i sikletshëm me peshën e vet të burgosurve politik, por ama do doja të theksoja gjithsesi që risku është që duke u fiksuar, duke përnderuar vetëm burgun politik, vetëm burgun e të burgosurve politik, duke deklaruar si të papranueshëm, si revoltues, po them si indinjues vetëm faktin e burgosurit politik, diku shfaqsojmë gjithë pjesën tjetër. Rrjetin masiv të burgjeve që quhen të zakonshëm, po them. Të burgjeve që atëherë do të quhen normale. Sikur për disa nuk është normale burg, po ama për tjerët, dhe që janë shumica, janë normale. Ato burgje, dhe vende tjera mbyllet, burgje, kampe, si doni, të cilat ndoshta ndryshe për fat të mirë nga këtu, kur do të bëhen muze. Ka disa burgje destinohen ndoshta diku të muzeifikohen dhe të tjerë që hipoteza e muzeifikimit as nuk i prek fare. Tash po I kthem objektit edhe të librit dhe lidhjes me dy filmat që do shkojnë dhe përpiqen ta bëj sa më shpejt. Ju kërkoj ndjesë, mund të jetë pak e dëndur, po materia është e dëndur dhe nga ana tjetër është pak një work in progress, në bërje sipër, dhe është shumë e vështirë nga që nuk e di se kujt publiku I flas dhe kur po e shkruaj nuk e di se kujt tamam I adresohesh, kush një çfarë gjërash një, kush I ka pa filmat, kush ka lexuar librit, të cilat janë interesat e secilit. Kështu që mund të jetë pak ndoshta e dëndur, e pa kuptueshme që në shumë, po ju kërkoj fare, pastaj është I regjistruar dhe mund ta rimarrim në raste tjera. Filli kuq që doja të ndërtoja në këtë seancë vizuale, po themi, e pamore, duke insistuar tek ideja që burgu është ndër të tjera dhe një makineri pamore, një mënyrë organizimi të dritës dhe të ndriçimeve, ishin pra këto gjithë palat e dritës. Po ndjek, çka po sheh, po përpiqem të shoh strukturimin, organizimin dhe ritmet e dritës nga historia e burgut deri tek filmi I dytë që ka të bëjë kryesisht me të zhdukurit, me të pagjeturit, me diktaturës së Kilit. E gjithë vepra e Foucault deri në momentin që boton për disiplinën e ndëshkim, ose në 15 vjetët përpara, mund të interpretohet në një farë mënyrë edhe si një histori e dritës moderne. Foucault ka bërë një histori të dijeve të epistemologjisë botës moderne, po ky strukturimi I dije mund të lexohet, mund të shpaloset edhe si histori e dritës, si organizimit të sistemeve të dritës. Bile ai kishte një projekt shprehimisht të tillë, projekti kishte ishte shumë aktiv, dhe që dente deshta bënte nisur nga një analizë veprës pikturale të Eduard Manet, të piktorit Manet, I cili e kishte të preferuar në vetë shekulli 20 dhe donte bënë një histori të dritës dhe histori të ngjyrës së zezë në shekullin e 19. Për ata që njohin pikturat e Manet, e dinë se sa e rëndësishme është ngjyra e zezë dhe është I pari që ka futur ngjyrën e zezë absolutisht për të zezë si të pranueshme në tablon në pikturën e shekullit 19. Dhe arkitektura sociale, zhbirimi I formave epokale të vështrimit ishin një nga boshtet e analizave të Foucault. Kujtojmë për ata që ndinë, ndoshta që e njohin se libri I mëparshëm, Le mots et les choses, në anglisht është përkthyer me titullin The Order of Things, hapet me përshkrimin dhe analizën e Hall, që është bërë tepër e famshme, klasike dhe ajo për ndërkohë një tabloje të Velázquezit, që quhet Las Meninas, s'para ka përkthim se Las Meninas janë këto shërbëtore që I vinë nga pas princeshës në oborin mbretëror të monarkisë spanjolle të shekullit të 17. Dhe analizë e cila pikërisht përqendrohet kryesisht në trajektorin e dritës dhe dinamikën e ndriçimit dhe dukjes në kuadrin e hapësirës së spektaklit që familja mbretërore jep, po themi, ose ndërton në hapësirën spektakolare të sovranitetit në oborin të monarkisë spanjolle. Teksti I kësaj analize, I titulluar pikërisht Michel Foucault Las Meninas, është botuar në Shqip, tek botimet Zenit, dhe është shoqëruar dhe me një parathënie dhe me një pasthënie, kështu që është edhe me riprodhimin e tablos super klasike të
të Velázquezit, që është në Prado, të Muzeu i Prados në Madrid. Kështu që për ata që ju intereson, libri i tërë Le Moy les choses nuk është për këtë, por ky që është hyrja e librit dhe që është shumë i bukur, ekziston, është një libër i vogël, diku 100 faqe dhe u aktualloi. Është një nga kapitujt, po themi, e historisë së modernitetit si histori e dritës. Libri i mëpasëm, është më i hershëm, libri tjetër, po themi, me 2-3 vjetë për dallim kanë, që quhet Lindja e klinikës, lindja e mjedisit për klinike, shpesh titujt e Foucault janë me lindja, titujt ose për një tituj, sepse bën rindërtime genealogjike të figurave dominante të historisë perëndimore. Kështu që lindja e burgut, lindja e klinikës, në moment se si janë krijuar disa lloj institucione që për ne sot janë të natyrshme ose qendrore. Libri tjetër pra, Lindja e klinikës ose e mjekësisë klinike, në finjisht që thonë naissance de la clinique, sepse ashtu që klinik për mjafton për të llojin modern të bërit mjekësisë. Lindja e klinikës e kishte nën titull Një arkeologji e vështrimit ose kyçyrjes mjekësore. Une arkeologji du regard médical. Dhe analizon ajo evolucionin e strukturave, sa materiale, formën e mure, shtretëve, institucionale, po ashtu, po edhe mentale dhe epistemologjike dhe gjuhësore të dukshmërisë, vizibilitetit, dukshmërisë të trupit të smur, ose trupave të smur, të klasifikimit të smundjeve, të leximit dhe klasifikimit të simptomave në shekullin e 18 në sipërfaqen e trupit të smur ose në thellësitë të trupit të smur, të dukshme dhe të padukshme, në momentin e lindjes të mjekësisë moderne. Unë duke lexuar këtë libër mësova që mjekësia e moderne ka lindur në fillim të shekullit të 19. Mirë po, një organizim i shtretërve, një klasifikim i ri i simptomave, një qasje individuale apo kolektive e sëmundjeve, janë të gjitha këto forma të asaj që mund të quhet organizimi shoqëror i vështrimit dhe i dukjeve, dhe forma të shoqërizimit të dritës. Pak më vonë me librin tjetër që është teorik, që nuk ka një objekt historik, por që bën teoretik, po themi, libër metodologjik, i quajtur Arkeologjia e dijes, Arkeologie du savoir, arkeologjia në titull dhe termi literal, sepse diskuton arkivën e një shoqëri, po dhe term metaforik, duke rimarrë metodën e arkeologjisë si gërmim, si pasqyrim, dhe do ta rigjejmë më vonë te filmi i dytë që ju propozojmë për sot, për nostalgjia e dritës, si formë e kërkimit të dije dhe të gjurmëve të subjektit traumatik. Arkeologjia dhe arkeologjia e vetes, po dhe arkeologjia e tokës për të gjetur diçka të pagjetur pikërisht. Tek arkeologjia e dijes, Foucault e teorizon rolin me qendror të strukturave e pamore, të dimensionit dritësor, po themi, të dijeve, duke përfaqësuar atë që quhen arkiva e një epoke, si të organizuar nga rrjeti i kumteve që janë të mundshme në të. Ka disa që janë, ka disa që nuk janë të mundshme, që bëhen të mundshme në një kohë tjetër. Çdo epokë përcaktohet nga sasia dhe lloji i kumteve që janë të mundshme, që janë të thënshme në të. Nga njëra anë, kumtet, apo dimensionin gjuhësor, ekspresiv, dhe nga ana tjetër strukturat e dukshmërive, e vizibilitetit, po themi, dimensioni pamor. Shpërndarja e tërësisë së objekteve, ato që bëhen të dukshme, të perceptueshme në një epokë të caktuar, të dukshme për syrin, të dukshme për dijen, të dukshme për institucionet, ka lloj-lloj dukshmërish. Pa shpërndarja e tërësisë së objekteve të mundshme, dukshmërive të mundshme të dijes, dhe nga ana tjetër tërësia e kumteve që mund të ndërtohet mbi këto objekte. Ekziston një objekt dhe mund të thuhet diçka për to. Dhe nga që thuhet diçka për to, objekti bëhet i dukshëm dhe organizon makinerinë optike të tokës. Arkiva, sot ai, si përfundim, një shprehje të përmbledhur, është gjithmonë audiovizuale. Ne do ta rigjejmë këtë dimension audiovizual të arkivës tek filmi i parë i Harun Farokit, që punon pikërisht me arkivet vizuale. Por, të gjitha këto që i numërova në për libra të ndryshme, vinë e thurën në një farë shumë më dendur dhe në formë shumë qendrore tek libri për disiplinën e ndëshkim. Disciplina e ndëshkimit është forma që i thash unë në shqip që tingëllonte edhe më mirë etj, sepse titulli tamam në frëngjisht është në formën infinitivit e paskajore së dy foljeve, surveiller et punir. Surveiller do të thotë mbi këqyrje, sur mbi
përcipër dhe veje është kthyer për vrojtoj etj. Dhe pynir është dënimi. Dhe të mbikëqyrësh dhe të ndëshkosh. Por në këtë formën e paskajores në Shqip nuk është shumë e zdërvjellët në përdorim, aq më tepër në kapakun e një libri. Kështu i duke inspiruar pak a shumë nga versioni i përkthimit anglisht, Discipline and Punishment, dhe mendova se edhe nga ritmi, disiplinë dhe ndëshkim tingëllonte shumë mirë, edhe bukuria e fjalës disiplinë jepte një goditje, po themi, perceptive e librit, kapakut paktën, se sa të mbikëqyrësh dhe të ndëshkosh që nuk ka shumë kuptim. Pra, të gjitha këto tema lidhen në mënyrë për më qëndrojë tek disiplina dhe shpirti, tek mbikëqyrja për dënimi, që është dhe është menduar si i tillë libri i madh i makinerive optike. Është pothuajse historia përmbledhja më e bukur e makinerive, e modernitetit si një histori e makinerisë optike. Ose libri ku historiciteti i epokave të shoqërisë përcaktohet nga makineria optike sunduese në të, që është makineria e burgut, në kuptimin e gjerë të fjalës. Bile, shoqëri, epok, do të thotë pikërisht makineri optike. Çdo shoqëri është një lloj makineri optike. Do të thotë formë organizuar e shikimit, organizim i dukshmërive ose i padukshmërive, siç e them, ose edhe në raste të tjera, si do t'i vim në fund, si është tema për ditën e nesme dhe e filmit të dytë, organizimi i zhdukshmërive, i mosdukshmërive, i pagjetshmërive. Prandaj, çka po sheh, është po ashtu një pyetje historike, një pyetje epistemologjike dhe tentativë për të përcaktuar emrin e saktë, emrin e përveçëm të epokës në fjalë, tonës apo të një epoke tjetër nëse merrim me histori. Atë ky rol qendror i makinerive optike, ose i strukturimit, po themi, epokal të dijes, është më qendror strukturalisht tek disiplina e ndëshkimit për disa arsye, të cilat nuk mund t'i palos gjitha sot, sepse kërkon shpjegime shumë të gjata dhe në fillim mendoj thoya këtu nuk është vendi, por në fakt është vendi, po ama nuk është koha, se koha është e shkurtër dhe bile fillon dhe me vonesë. Po le të themi shkurtimisht që përcaktuese për këtë qëndrueshmëri të strukturimit epokal të dritave, përcaktuese është kalimi nga studimi epistemologjik, histori shkencave, po themi, i rendit të dijeve tek librat e mëparshëm, tek studimi i rendit sociopolitik, që është objekti i këtij libri, objekti i librit për burgjet. I rendit të aksionit, jo të rendit thjesht të dijeve, i institucioneve materiale, i ushtrimit pushtetit ose të pushteteve, nëse duam shumë, dhe pra hapësira e asaj që Foucault do t'i quajë jo më dijet, jo pushtetet, po pushtet dijet bashkë, ose dije pushtetet. Pouvoir, savoir, në frëngjisht. Jo thjesht pa forma të shprehjes dhe të menduarit, por dhe forma të të bërit, forma të sjelljes, forma të përcaktimit dhe të detyrimit të sjelljes së të tjerëve, që është përkufizimi më i përgjithshëm i pushtetit e Foucault. Pushteti, thotë ai, është në kuptimin e përgjithshëm të gjitha format e përcaktimit, e detyrimit të sjelljes së të tjerëve. Në fëmijë që thonë la conduite de conduite, e ka avantazhin se përsëritet i njëjti tekst, është udhëzimi i sjelljes, udhërëfimi i sjelljes, se si ta shtysh, jo domosdoshmëzum, se si ta shtysh, se si të bësh të mundun që dikush të sillet në mënyrën që do të sillet. Ky organizim, udhëzim i sjelljes, drejtimi i sjelljes është forma e përgjithshme e pushtetit. Pushteti përgjithsisht këtë bën, organizon dhe udhëzon sjelljen e gjithë. Kuptohet qartë, pra, ne për shembull mjafton të shohim rreth nesh këtu, se burgu është i destinuar, burgu, siç është i destinuar të mbushë zemrat burgosur dhe roje nga ana tjetër, është një makineri e mirëfillt optike. Organizon para së gjithash vrojtimin brenda një hapësire të caktuar të banorëve vetë. Është një formë shoqërisht e determinuar e organizimit të dukshmërive për një kategori të caktuar trupash, të cilat varen nga situata një qetë. Dhe nuk kuptojnë ekspozim, fshehje, diskrecion, individualizim etj. Dhe ndoshta është makineria optike par excellence e përkryer qendrore e modernitetit. E tillë ndoshta është hipoteza e Foucault, ndaj dhe libri për qendror këtë bazë të paktën për luan. Dhe ky bazë nuk ishte luajtur asnjëherë, që të interpretojë moderniteti si i tillë, si një tërësi, si një dinamik makinerish optike, nga të cilat më qendrorja, më esencialja është makineria e burgut si model analogjik. Kjo do ta bëjë atë disiplinën e ndëshkim, një libër me 3 nivele do të thotë, që është një libër montazhi, një libër imazhesh dhe një libër gjestesh. Të gjitha këto bashkë bëjnë libër të jetë kinematografik dhe është libri më kinematografik i autorit. Çështja e raportet të Foucault me kineman do ta lë jashtë, është më e gjerë dhe kërkon gjëra të tjera.
Libër montazhi dhe imazhesh në fillim sepse të dyja janë të lidhur. Sepse montazhi i parë që në libër është ai montazhi mes tekstit dhe imazhit. Një dosje ikonografike shoqëron librin, që në botimin origjinal është futur që në hyrje, që në faqen e parë, kështu që gjëja e parë që shkon lexuesit, përpara se të bëhet lexues është shikues i dosjes ikonografike, është subjekt optik, tablo, vizatimi, riprodhimi etj. Dhe përcakton pra një tonalitet fillestar të perceptimit, përpara se të hysh në historinë e tekstit. Dhe imazhet që në pjesën më të madhe ishin paraqitje të disa formave, disa reale, disa të ndryuara, disa utopike, disa distopike, të organizimit të hapësirës dhe shpërndarjes së trupave në të projekte arkitekturore, kryesisht spitalesh, burgjesh, projekte klasash, renditjes së ushtarëve në rresht të trupit të nxënësve në klasë, bukurshkrimi etj. Kësaj dosje ikonografike i përgjigjen një raport të kisët, jo në korrespondencë të menjëhershme, një dekalazh, si quhet në frëngjisht, trupi tekstual i librit themi, si vepër studimore, ulëmtuese etj. Proza e librit. Proza serioze profesorit të universitetit ishte Michel Foucault. Montazhi së dyti, mes imazhit dhe tekstit përkthehen brenda vetë tekstit. Mes momenteve përshkruese të tekstit, si staza shpesh fulgurante, rindërtime tablosh baroke apo kapje dokumentare nga njëra anë, dhe një moment i tjetër, analizë ligjërimore, shpjeguese, argumentuese, analizuese e vetë autorit, analiza pjesa shkencore. Një rrahje mes çasteve ikonike dhe vazhdave kohore, shtrime dhe parashtrime analitike që ushqen njëra tjetrën, po prapë në mënyrë të kisës, dekalazh. Montazhi i dytë që është dhe montazh kohësh, edhe montazh perceptimi. Montazhi i tretë, montazhi së fundit, dhe ky montazh i tretë është më qartë si dialektik, sepse rrimer estetikën e përplasjes së ekstremeve, për shembull siç e kishte teorizuar dhe praktikuar Eisenstein në kineman e vet, në ndërtimin e rrimer estetikën e përplasjes së ekstremeve, në ndërtimin dhe parashtrimin e rrjedhave argumentative brenda vetë argumentit libër. Shpesh argumenti i Foucault në libër nis me një efekt të huajzues, duke vënë në kontakt të vrazhd, po them të dhunshëm, sepse si është tekst, po kontakt të vrazhd, dy skena që janë të larguara nga njëra tjetra, dhe në distancën e tyre lind, po themi, çelet, zhvillohet për të parë, pyetësimi që vepra do ta zhvillojë më pas. Një procedurë defamiliarizimit përmes atraksionit të kundërta. Pa ata që e kanë lexuar librin, i tillë është që në fillim, ku Foucault vën paralel dy tekste kryesore, një përshkrimin e një skene të një torture të shkryerjes së trupit të një kriminali në publik në shekullin e 18, një njeri që ka tentuar të vrasë mbretin, ka bërë atentat kundër sovranit, dhe një tekst 80 vjet më vonë që përshkruan në mënyrë shumë monotone ritmin e organizuar pothuajse murgjëror të ditës së të burgosurve në një koloni ndëshkimore etj. Gjesti i parë vendosja e distancës mes këtyre dy mënyrave të penalitetit, dy formave të trajtimit krejt ekstremalisht kundërta të personit të dënuar me një distancë shumë të vogël për disa dhjetëra vjetësh. Dhe në habin e supozuar, të paktën që lexuesi supozohet të ndjej në leximin në përbashkësinë e distancës së këtyre dy teksteve, është hapësira ku do të futet rrjedha argumentative Foucault për të na bërë të shpjegojë se si kemi arritur te ky kalim i papritur nga një ceremoni e dënimeve të bujshme, të dhunshme, të përgjakshme e publike në një ceremoni të dënimeve të heshtur, të fshehtë, të gri, e të mbyllur dhe pothuajse murgjërore. Së fundi është libër kinematografik, pra libër imazhi, thash, libër montazhi dhe së fundi libër gjestesh, që e bën kinematografik, është libër gjestesh dhe për një arsye të thjeshtë, vetë po që shpresoj të jetë e kuptueshme me dy fraza, sepse nuk kemi kohën e nevojshme për të përcaktuar më shumë. Libër gjestesh sepse duhet kuptuar që gjestet po ashtu janë pjesë përbërëse, nga njëre domosdoshme, një makineri optike të caktuar. Gjestet nuk janë kudo dhe kurdo, të kudo gjendura dhe të kurdo gjendura. Nuk është gjesti i zënë absolutisht. Që të ketë gjest, që të perceptohet, të përftohet gjest, duhet kemi, si thua, që të ketë, si thua, një prodhimtari sociale, epistemike dhe estetike të gjestit, duhet që të ndodhë një qasje pamore e caktuar ndaj trupit.
Jo çdo trup është i aftë për gjeste, dhe jo çdo vështrim është i aftë të vjel, po themi gjeste nga trupi që vrojton. Jo çdo përdorim, jo çdo qasje shoqërore trupit e bën ose e lexon atë si suport gjestesh, si vatër gjestike apo gestikulim. Hipoteza e librit, ose hipoteza që po ndërtoj para shtoj nisur nga libri, është që epoka moderne e linjës së burgut, në kuadrin më të gjerë të instalimit të disiplina nga cila burgu është një nga elementet qendrore, disiplina si formë shoqërore sunduese, dhe ku forma qendrore e shikimit sociopolitik është ajo e vrojtimit, vëzhgimit, mbikëqyrjes, ekzaminimit të trupave të vënë në hapësira speciale që janë hapësira vrojtimi, mbikëqyrje, ekzaminimi etj. Kjo lloj epoke, që është epoka e modernitetit tonë, kjo lloj makinerie optike është dhe vendi një përdimtarie intensive gjestesh, që i bën ato i sjell si objektet e vrojtimit të saj. Mendoni burgun dhe rojet, mendoni spitalin dhe personelin vëzhgues mjekësor, mendoni konviktet dhe kujdestarë, mbikëqyrëse, mendoni shkollën dhe aparatin pedagogjik, mendoni uzinën dhe kryepunëtorët dhe mbikëqyrje menaxheriale, deri edhe tek hapësirat e konsumit dhe vrojtimin e marketingut. Kemi gjithë një organizim të dukjeve si regjistri i enciklopedisë së gjesteve, dhe të gjitha këto do t'i gjejmë te filmi i parë, që është filmi i Harun Farokit, që është organizuar për të qenë një lloj rezervuar i kësaj arkive vizuale që regjistrojnë kamerat e surveillance, kamerat e mbikëqyrjes, kamerat vrojtuese. Edhe një herë, koha na mungon për të rindërtuar gjithë këtë ecurinë optopolitike, optiko-politike, të rindërtuar në 400 faqet e librit, 300 faqet e librit, por ama vendosja kryesore në narrativën e Foucault është ajo kalimi në për 3 faza. Dhe me këto 3 faza do ta mbyll trajtimin e librit për të kaluar shkurt e filmat. 3 fazat e dukshmërisë së penalitetit. Të 3 format të organizimit të skenës ku zhvillohet trajtimi penal i trupit të dënuar. Faza e parë, që është pak a shumë dhe që përmend, është faza sovrane. Ku ndëshkimi organizohet si skenë hakmarrjes asimetrike, totalisht asimetrike, të sovranit ndaj trupit të atij që ka shkelur ligjin, dhe duke shkelur ligjin ka shkelur trupin e shenjtë të sovranit që është mishërimi i ligjit. Atëherë ndëshkimi e penaliteti është tërësia e pasioneve hakmarrëse të sovranit që vetëm duhet ta zhduk, ta shfy, ta dërmoj trupin e vogël të ligjshkelësit për të demonstruar, për të shpallur publikisht pa bashkëmarrësinë e superioritetin e fuqisë së sovranit. Ndëshkimi atëherë organizohet si spektakël ekstrem në publik i këtij dërmimi të trupit të dënuar, vrasje, prerje, shkryerje trupit, shkopërje etj. Që të bëhen në publik, të organizuara me tellall, të thirrur etj. Sepse objektivi është që publiku të jetë të preket, të shokohet, po themi nga kjo buja e torturave që Foucault, kështu e përktheva unë buja e torturave, ose buja e mundimeve trupore, në frëngjisht është l'éclat du supplice, l'éclat, shpërthimi, i dukshmëria, e bujshme, prandaj buja e mundimit trupore. Që është skenë jo e propozuar, po skenë e imponuar, me efekt shoku, që pritet të pritet, dhe paralizë ndaj publikut. Sovrani nuk pretendon komunikim me publikun, po pretendon një efekt paralizues dhe rikonfirmimin e sovranitetit të vetë, rikonfirmimin e fuqisë së përteshme të sovranit që është e pabashkëmarrëse me atë nga. Në terma, po themi, vizual, kinematografik, skenë gotike një filmi horror. Organizimi i penalitetit në kohën e sovranitetit, kohën e monarkisë, për të themi, i korespondon skenës gotike të filmit horror, hemoglobin e tepruar etj. Skena e dytë, ajo që do ta rrëzojë skenën e parë sovrane, që do ta nxjerrë atë si të tepruar, si arkaike, si brutale, si barbare, që kohët e reja, e moderne, me etikën e re, me ndjeshmërinë e re të humanizmit, nuk mund ta suportojnë më, që do ta digdisin feudalizmin e gjakut në arkaizmin e vet, është ajo e propozuar nga reformatorët, që gjatë shekullit të 18 kanë propozuar një pafundësi projekte për të reformuar praktikat e penalitetit. Reformatorët propozojnë një skenë tjetër që eliminon dhunën dhe e bën dënimin e kthen në një ritual simbolik publik. Publik mbetet, po jo të dhunshëm, dhe jo më të bujshëm, por simbolik,
dhe si i tillë i lexueshëm për formimin dhe edukimin e publikut. Nuk synohet më traumatizimi dhe paraliza, anestezia e publikut, por lexueshmëria. Dhe kështu komunikimi, ndërveprimi dhe edukimi i tij. Rituali i dënimit publik pa edhe një, po jo i dhunshëm, pa derë dhe gjaku, ndërthur një semiologji të tërë të shenjave trupore, e cila i ofrohet publikut për lexim dhe deshifrim, eventualisht edhe meditim, që publiku të përmirësohet, të virtytësohet. Ajo e para pa ishte një sken gotike e filmit horror, kjo e dyta është një sken baroko klasike, po më shumë klasike, e teatrit, ose diku e meshës, e ritualit fetar. Po kjo ishte në stadin e propozimeve të reformatorëve të mëdhenj të shekullit të 19, por nuk pati sukses. Nuk ishte kjo sken që zuri vend rastësisht, historikisht, realisht. Ajo që zuri vend, skena e re që zëvendësoi teprin horrore të sovranitetit, nuk është skena e reformatorëve, por skena tjetër, që në fakt nuk u teorizua nga askush, buroi pak a shumë si vetvetiu, dhe ky është misteri kryesor, enigma kryesore e ardhjes së burgjeve, është pa skena e ndrymjes. Jo më ritual publik, por i mbyllur në muret e burgjeve. Burgu që vjen e imponohet si formë masivisht sunduese e dënimit, deri në shekullin e 19, burgimi ishte një nga procedurat minore të dënimit. Kishte shumë lloj dënimi, me ndëshkim, me goditje, me kamzhiku, me gjob, me syrgjinim, me mërgim etj. Dhe burgimi ishte një nga mënyra po shumë marginale. Me metodën e re, me skenografinë e re, me trupin e burgut, burgu do bëhet mënyra masive, po them. Mbi 90% e dënimeve e trajtimit penalitetit do marrin formën e burgut. Çdo lloj krimi, çdo lloj shkelje, ose shumë lloj krimi, shumë lloj shkelje, shumë lloj ilegalizmash, delinkuencash, duhet përfundojnë me të njëjtin gjykim, me të njëjtin ndëshkim me burg. Mund të jetë 1 muaj, 2 muaj, 6 muaj, 8 vjet, 10 vjet burgimi i përjetshëm, mund të jetë burgje të sigurisë lartë, sigurisë ulët etj, po ama burgu vjen e imponohet shumë shpejt si një formë masive, pak a shumë anonime, dhe misteri është pse. Pra burgu si formë masivisht sunduese e dënimit, veçim dhe izolim tashmë, jo shëtitje publike e trupit, po veçim dhe izolimi i trupit në mjedise të mbyllura, larg syve të publikut. Hapësirë e mbyllur nga koha e hapësirës dhe kohë monotone, nga pikpamja e kohës, e organizuar në mënyrë të përsëritur, me ritmin ditor, në ora 6 zgjimi, në ora 6:30 lutja, në ora 7 fillon puna, për ata që punojnë në ora 8 ka kontroll, në ora 9 etj. Dhe çdo ditë ripërsëritet. Ka një tik-tak të veçantë, që është tik-taku i burgut, e kam për burgun e përgjithshëm në burgimet pastaj të burgosave politik, kjo çështja e kohësisë e temporalitetit është e kretë ndryshe, se varet nga situata, varet nga regjimi politik, varet nga lloji i armiqësisë që pushteti me cilin pushteti i trajton të burgosit politik, varet nga objektivi që do të arrijë ta, do t'i dehumanizoj, do t'i destrukturoj, do t'i bëj spiun, do t'i zhduk apo do t'i thyej etj. Kështu që është më pak homogjene, po themi. Mirë po, ajo që duhet kuptuar në gjithë këtë, është se me kalimin nuk kemi të bëjmë thjesht me një kalim nga drita publike e dënime e penalitetit të pashëm në natën apo errësirën e qelisë, nuk kemi të bëjmë thjesht me kalimin nga e dukshmja tek e padukshmja, nga publiciteti tek sekreti, janë edhe këto deri diku, nga dia te padia, por me një kalim që tamam në fakt është kalim nga një formë e organizimit të dukjes në një formë tjetër. Jo se ka dukje dhe mos dukje, po ka dy forma të ndryshme të dukjes, të vizibilizimit, të pamorësisë, si duhet thënë. Edhe erësimi kërkon organizim. Nuk është thjesht mungesë organizimit të erësimit. Dhe të gjithë që e njohin pak a shumë jetën e burgje e dinë që erësimi i burgut do organizim. Dhe bile ndoshta do më shumë se sa publiciteti. Dhe madje në fakt, pikërisht ajo që tregon libri, është se erësimi, që është erësim në dukje, nëse do të lozim me fjalët, nëse është dukje në dukje, erësimi është një makinë shumë intensive vizibiliteti, dukshmërie, vrojtimi, vëmendje, zhbirimi, regjistrimi, klasifikimi etj, se sa spektakli i thjeshtë i mëparshëm e publik, qoftë ai i ritualit të teatrit klasik, qoftë ai i filmit horror,
i cili mbetej pothuajse në më shumë të raste pothuajse pa arkiv. Një moment i shpërthim i buçimshëm, qoftë edhe traumatik, por që pastaj nuk linte gjuhë. Është një çast kohor. Ndërkohë që dukshmëria, organizimi i ri i dritës që bën burgu është një organizim me zgjatje kohore të pandalur. Me përsipër jo vetëm hapësirën, po dhe organizimin e kohës. Dhe të dyja këto bashkë bëjnë teknikën e re të organizimit të dritës. Ditë për ditë, orë për orë, minutë për minutë, për të gjithë, për secili, çdo i dënuar, në çdo dhomë, në çdo qeli, etj. Dhe kjo lë gjuhë, kjo ndërton arkiv, ndërton dosje që rritet. Burgu është esencialisht një element arkiv prodhues, archive maker. Burgu pra është prodhimi një arkive pothuaj të pafundme dhe ripërsëritse po ashtu të sjelljes së trupave. Të mbyllur, por në një varg të pambaruar mjedisesh mbyllëse të ndrymjes. Burgu i mbyll në burgje, po ama shoqëria disiplinore që i bashkangjitet burgu do t'i mbyllë dhe në vende tjera, në kazerma për ushtarët, në konvikte për nxënësit, në kuzina dhe punishte për fabrika për punëtorët, në spitale për të sëmurët, etj. Mund të themi pra, se paradoksalisht në duke, kur nuk ka patur ai shumë shikim social, se sa në kohën e mbylljes, në kohën e erësimit, themi, të mbylljes disiplinore të trupave. Kur syri politik s'ka qenë aq aktiv, aq vijimisht aktiv, aq konstant aktiv, aq hiperaktiv, bilet se sa në momentin ku plakosin, po themi, mbyllja, ndrymja masive e trupave në epokën e disiplinave dhe të burgut. Prandaj edhe një herë, çka po sheh, është pyetja që përcakton statusin e funksionimit të makinerisë politike dhe të objekteve të saj. Që mund të shoqërohet edhe me pyetjet kush sheh dhe çka po sheh. Përgjithsisht janë lidhur bashkë. Subjekti që sheh përcakton dhe objektin ose përcaktohet nga objekti që do të jetë i dukshëm për të. Dhe prandaj një libido uidendi, themi, një dëshirë për shikim, dëshirë për pa, për me pa. Një libido uidendi e tjerë për ta thënë me termat e erudicionit, përfton dhe bën të dukshme do të thënë të përdorshme, të matshme, të drejtueshme, të orientueshme etj. Një sesi aq të bollshme gjestes si kur më parë. Burgu, hapësira e dritës disiplinore, është hapësira shumë fishimi të gjesteve, pikërisht sepse i kërkon atë. Pikërisht sepse ndërton një lloj hapësire të tillë, një lloj makinerie që thret që trupat të sillen, të prodhojnë, të emetojnë gjeste në një farë mënyrë. Dhe këtë do ta shohim në mënyrë shumë prekse tek filmat, tek analiza e imazheve të Harun Farokit, të imazhet e kamerave të përvojtimit. Pikërisht në këtë pikë teorike, por që është pikë estetike politike dhe epokale, vendoset filmi i parë i Harun Farokit që quhet Imazhe burgu. Harova gjermanisht. Në thot Albani. Gefängnis e bilde. Ai pa eksploron burgun si interioritet i kulluar, si brendësi, pikërisht, me mbylljes, dhe si formë e rrokjes dhe mbërthimit, capture, nuk di se si ta përkthej këtë termin, capture, në anglisht. Formë e mbërthimit, po themi, e zaptimi nuk është e duhur apo. Pra në formë pothuajse entomologjike të sjelljes së insekteve, të katalogut të gjesteve. Dhe prandaj montazhi ose ndërtimi i filmit të Farokit është bërë sipas një montazhi që i quaj analitik, ndryshe nga montazhi dialektik i tekstit Foucault, nga që shqyrton, detajon, përpiqet të lexojë të bëjë të kuptueshme funksionimin e një sistemi ose dispozitivi, por që është i vendosur tashmë. Nuk studion gjenezën, ardhjen dhe thyrjen që ka bërë sistemi duke ardhur, po e konsideron si tashmë të vendosur dhe thjesht e analizon. Prandaj ka nevojë për një estetik, për një montazh analitik apo një sintaks analitike. Posture ftohtë, do ta shikoni, duket edhe nga përdorimi dhe nga ndërtimi i frazave, ka një voice over kur ka një voice over tek filmi që është zëri i regjisorit vet, por duket sikur zëri i askujt, një zë i pabanuar në një farë mënyrë. Posture ftohtë, anonime, jo personale, pavetore. Sepse objektivi kryesor i Farokit është zhbirimi e analiza pikërisht e funksionimit të makinës sociale, nëpërmjet formave që ajo bën të dukshme dhe nëpërmjet sjelljeve që regjistrojnë dhe ruhen atë në atë, duke e transformuar atë dhe në arkiv të vetvetes. Jo çdo makinë
mund të prodhoj dhe të regjistoj çdo lloj sjellje. Në kuptimin e gjerë të fjalës sjellje, për ata që më njohin që dinë se kam pikë të dobët fjalën sjellje, do ta sjell në gjitha format, ta politizoj sa më shumë, pa ta bëj një konferencë diku me titullin Populli i pasjellshëm, edhe do ta rimarr edhe këtu. Pa formë e aktualizimit, sjellja në kuptimin e gjerë të fjalës, e pa si formë e aktualizimit të potencialeve turpore, individuale ose kolektive, në ndërveprim me një mjedis të caktuar. Këto janë sjelljet. Dhe kamerat e vrojtimit regjistrojnë tërësinë e sjelljeve të mundshme të inmate, të trupa që janë vënë atë lloj situate. Dhe Farroki është arkivisti dhe analisti i kësaj arkive që kamerat anonime po ashtu në pjesën më të madhe të vrojtimit ja japin arkivën që i kanë vënë në disponibil. Në këtë pikë Farroki pra është në vazhdën e Foucault's dhe është në një farë deri më sot, me sa diun, me sa kam parë, në kërkuar, është aplikimi më i mirë kinematografik i tij, i Foucault's, pikërisht për nga ky interes, po thuaj obsesion në rastin e Farrokit, një fiksim, tamam, interes fillestar për zhbirimin e funksionimit të makinerive sociale të dukjes dhe çikimit. Dhe përmjet e makinerive teknike që bëjnë këtë punë, kamera, mënyra filmimi etj. Farroki ka punuar jashtëzakonisht me gjithë evolucionet teknike të kamerës, të mënyrës së regjistrimit të imazhit, edhe tingullit dhe të zërit, por më shumë të imazhit. Farroki pa punon shpesh, ndoshta edhe vetëm në punën e tij dokumentare me imazhe të gatshme, imazhe të marra nga arkivi, siç quhen arkivat anonime, por gjithsesi tek arkivi ajo që ka intereson kryesisht është teknika. Është funksionimi i kësaj makine dhe forcat sociale që vinë e ngjiten aty. Nuk ka teknikë të pafajshme, e dim shumë mirë që Heidegger dhe Walter Benjamini në mos na e kanë kujtuar se nuk ka teknikë të pafajshme, çdo teknikë ka një përmbajtje ideologjike, për çdo teknikë është dhe një teknopolitik. Kështu që analitika ose sintaksa analitike së fundshme e shkrimit kinematografik të Farrokit është e nevojshme edhe si analogjike, si treguesi i shpërndarjes sociale të njëjtit shikim vrojtues dhe kontrollues, si ky i burgut, edhe në palë të tjera të stofit social. Duket pak të filmi që do shohim, po të kishim kohë, se në kushtet e tjera në fillim ja propozova Albanit, mund të shfaqim dhe 2-3 filma të tjerë, kryesisht njërin që quhet Kur punëtorët dalin nga uzina, që primer dhe analizon imazhet e daljes nga uzina në gjithë historinë e kinemat, si nga filmi i parë kinematografik i daljes punëtorëve nga uzinat Lumière, që është filmi i parë i vëllezërve Lumière që hapin kinemat, dhe në momente të tjera të saj. Po dhe të ky film ka një montazh paralel ku duket vënia në analogji e funksionimit të makinës vizuale të burgjeve me makinën vizuale të uzinës, të supermarketit, të azilit psikiatrik, të shtëpisë handikapatëve etj. Sepse disiplinat janë pikërisht këto forma analogjike transversale në rrjetin social. Analitike, metoda, sintaksa, po themi e Farrokit, por jo vetëm, jo plotësisht. Sepse heterogeniteti arrin ta prodhojë përgjithsesi, dhe ndaj dhe është artist i madh, dhe ndaj dhe na intereson. Përndryshe nuk do të ishte artist, do të ishte një punim diplome, po themi. Heterogeniteti arrin ta prodhojë dhe brenda makinës analitike përmes dy prurjeve, jo ta shikoni një film, që të dyja janë futje të filmit fiction, filmat bërë nga regjizorë, dhe jo filma nga arkivat anonime. I përfshin ato në rrjedhën e imazheve arkivore. Njëra e këtyre prurje ka Aratisja nga Burg, është një film i Robert Bressoni, që quhet një i dënuar me vdekje Aratiset, kështu që është forma heterogenitetit nëpërmjet jashtësisë, përmes daljes, ikjes ose shpresës për të dalë dhe për të ikur, dhe tjetra është forma heterogenitetit përmes jo më përmes daljes, por përmes gryerjes nga brenda në thellësi të përbrendësisë imazhit burgimor, po themi, derisa arrin të ndërtojë një grop strukturore në të, që është gropa e dëshirës pamore, gropa e voyeurizmit bile, dhe ekzibicionit erotik mes të burgosit dhe rojes së tij, që vjen e bën një teleskopim të vrojtimit të burgut me atë të vërtetën e vet të pasëndshme, të fshehtë, që është e vërteta e perverse, që shikimi dhe vrojtimi, energjia pamore organizohen në hapësinë e burgut mes trupave dhe vrojtuesve, është njëkohësisht një shikim përgjim, një shikim dëshirë dhe një shikim fetish e tjera lloje kështu, shikimi të mbushura me dëshirë, me seksualitet po ashtu.
Kështu që ftohtësia jo personale e nivelit të parë kineasit zbehet kështu tërthorazim nëpërmjet dëshirës që vihet në skenë brenda shkimit kinematografik, por jo me fjalët e veta, por nëpërmjet citimit të fjalëve dhe imazheve të tjera. E luan imazhin fiktiv të kinemas përkundër imazhit anonim dokumentar të arkivës. Mirë po, ne këtu e mbylla me Farrokin. Epokat pamore të Foucault dhe Farrokit janë gjithsesi epoka pamore, siç e thonë. Pikërisht që kanë të bëjnë me rishpërndarje të caktuara të trupave në hapësira dhe dispozitivat e ndryshme të dukshmërive të tyre. Trupi disiplinuar gjithsesi mbetet prap trup deri disi aktiv ose i aktivizueshëm. Mbetet vatër i subjektivimit të mundshëm. Edhe ku në të përzihen të dyja fjalët, kuptimet e fjalës sujet në finisht ose subjection në anglisht, që diskutuam dje me Albanin, që do thotë edhe nënshtrim, subjection, po edhe ndërgjegjësim, të bëhesh subjekt, të subjektivizohesh. Kështu që ka gjithmonë një mundësi rizgjimi ose për ta palosur dhunën e pushtetit për ta kthyer në ndërgjegjësim, empowerment. Mbeten pra gjithsesi këta trupat e regjistruar në një hapësirë shoqërisht të cilësuar, një shoqëri të kuptimit, dhe deri diku të kontestueshme, përderisa është e tillë, mund të krijohet një sens i kundërt. Teorikisht dhe praktikisht më vonë, po teorikisht të paktën në rendin e disiplinave, edhe trupi më i kontrolluar, më i bindur, më i hepuar, më i përkullur. Është prapë se prapë nuk bie në nivelin asaj jetës së zhveshur, la nuda vita, të teorizuar nga filozofi italian Giorgio Agamben, edhe pse ky ekspozim konstant ndaj disiplinave dhe ndaj ndërhyrjes konstante të pushtetit e ekspozon çdo trup ndaj rënies në anën e errët të disiplinave, që është ana vdekjepruese e tyre, do të thënë ajo e pezullimit ose revokimit të plot ose të pjesëm, që gjithmonë i mundshëm të drejtave të trupit të disiplinuar në çdo moment. Në çdo moment edhe burgu i organizuar më i mirë e vë të burgosur në mëshirën, po themi arbitraritetit të rojeve apo të administratës burgut apo të qeverisë apo të ndryshimit ligjit apo tjerë. Nëse moderniteti atë përkufizohet si sundimi i trupave dhe jetëve të drejtuara, të udhëhequra, kështu, leaded bodies, leaded lives. Jo të vetë udhëhequra, jo që jam I lead my life, but I am leaded. Atëherë subjekti qendror i modernitetit nuk është subjekti sovran, ai subjekti ndër autonom, subjekti aktiv, që subjekti etiko-politikës së antikitetit, po themi, subjekti i jetës së mirë, i Euxeni të teorizuar nga Aristoteli kryesisht, si ushtrim i virtytit të njeriu që posedon gjitha vetitë e veta dhe ushtron virtytin si demonstrim i forcës së vetvetes, por subjekti qendror i modernitetit atëherë subjekti heteronom, jo autonom, subjekti i ekspozuar, subjekti i brisht, prekarius, ai me prekaritetin që është bërë nga termat kryesor të rivendikimeve sociale politike sot, pa subjekti lutet, praekor latinisht është lutem, subjekti lutet vazhdimisht që të vazhdoj të njihet e drejta e jetës simbolike, por edhe materiale, për punë, për strehim, për ushqim, qoftë edhe dhejtë minimale. Subjekt prekar, i brisht, lutës nga kjo pikpamje dhe njëkohësisht vulnerabël, janë vetëm fjalë të huaja, pra i prekshëm, që është vazhdimisht i ekspozuar ndaj vulnusit, që është plaga, një latinisht i thashë. Prekaritet, brishtësi dhe vulnerabilitet. Ekspozueshmëri ndaj plagës. Jo vita aktive atëherë, si që ndëronte filozofia Hannah Arendt, që gjithsesi ishte një filozofe greke në kokën e vet, megjithëse ishte hebrej e ekziluar në Shtetet e Bashkuara, jo vita aktiva, por vita pasiva është themeli i subjektivitetit politik në kohën e modernitetit. Kështu Judith Butler, duke se me të drejtë atëherë kritikon analizën e Arendit duke i qortuar se ajo haron se pyetja e Aristotelit ose çështja e Aristotelit mbi organizimin e jetës së mirë si objektiv i synuar, si ideali i jetës njerëzore, ideali i virtytit, ai Euxeni i organizuar ose në gjirin e polisit grek, e qytetit ose në vetmin e të urtit, e filozofit. Haron pra Hannah Arendt, sot Judith Butler, se çështja e Aristotelit shtrohet sot në botën e Adornos,
që nuk është marrja bota e vjetër, po është bota e jetëve të gjymtuara, është titull librit të Adornos, se di se kanë gjermanisht, po jetët e gjymtuara nga katastrofa e ripërsëritur e shfrytëzimit, e ekstremit të shfrytëzimit të teknokapitalistë. Po tashmë, jo vetëm në botën e Adornos, po që në antikitet, trupi i sklavit ishte skandali që zhversonte dhe bënte të pavlerë ëndrrën politike të filozofisë aristoteliane, të cilën ai kishte tentuar me një marifet, themi, filozofike, konceptual, ta varroste për ta bërë të mundur teorinë e vet. Po i hy teorisë aristoteliane të sklavërisë, ka me qindra diskutime për këtë punë, një lloj klasiku i argumentimit filozofik. Dhe si thoshte Agambeni edhe një herë, në një fazë për mua që për herën e parë që i kam lexuar më ka mbetë në mendje, dhe është fazë përkthyer tek libri i parë që përktheva i Agambenit, Pechelnaja, njeriu kafsha politika, mos gaboj. Trupi i sklavit është mbetja e patretur që tradita e filozofisë ka lënë mendimit perëndimor. Sepse trupi i sklavit përfaqëson një ekzistencë absolutisht asimetrike, në padrejti absolutisht absolute në një farë mënyre, ndryshe qoftë edhe nga trupi i burgosurit, sepse ai nuk ka asnjë hapësirë ku të kontestohet, kur të organizojë kontestueshmërinë e tij. Pasi s'ka fjalë të dëgjueshme. Për gjithë kulturën greke dhe për teorizimin literal të Aristotelit, sklavi ka gjuhë, por nuk e përdor dot gjuhë, nuk është përdorues i gjuhës, kështu që nuk është subjekt folës dhe nuk është komunikues. Trupi pafundësisht i shtrydhur, i përdorur, i mbi përdorur i sklavit, me të mirat materiale, me vlerën e përdorimit që i vilet, shkon kështu dhe përkon me fjalën pafundësisht të ndrydhur të trupit tij. Ka trupat e ndrydhur dhe fjalët, trupat e shtrydhura dhe fjalët e ndrydhura, falni, për të bërë ritmin. Po ama moderniteti politik në spektrin e shumë të regjimeve të veta të dukjes dhe drejtësimit, një pjesë të cila i përmendëm tek tani shumë shpejt, i ka shtuar edhe një element fatkeqësisht origjinal. Edhe një skandal tjetër, jo vetëm trupit burgosit, jo vetëm trupit të sklavit, po një skandal akoma më absolutisht negativ që e thellon akoma dhe më shumë thyrjen e përbashkësisë së dritës. Për të qenë i dukshëm duhet ta ndash pak a shumë një dritë të përbashkët, që syri që sheh të shohë dritën që reflektohet nga trupi që e reflekton. Kështu që ka gjithsesi një element të përbashkët, një komunitet, edhe në trupin më të dërmuar për sa kohë që është i dukshëm. Mbeten ca subjekte të çala, subjekte të plagta, subjekte të çara, tamam, jo vetëm të çana, por të çara, siç e përmend njëra nga personazhet që është më mallëngjysmja në filmin e dytë të Patricio Guzmanit, dhe që e quajnë defekti fabrikimit. Ai është bija e dytë të zhdukurve, desaparecidos, në diktaturën pekiliane, ka qenë e vogël kur janë marrë, janë zhdukur prindërit, dhe sot jam rritur dhe kam përshtypjen gjithmonë sikur jam një objekt me defekt fabrikimi. Dhe ky defekt fabrikimi është gjithë jeta ime, i pambyllshëm. Ky pra fjala dhe zia, duke mos bërë dot zi përderisa trupi i pagjetur akoma, dhe ajo e bllokuar, dhe fjala e ngrirë dhe zia e ngrirë e të afërme të mbi jetuar të zhdukurit. Një çarje qendrore dhe e pandrejshme hapet në zemër të subjektit dhe që i mohon atij një nga elementet kryesore të funksionimit të subjektit, që është kohësia, rrjedhjen e kohës dhe organizimin e kohës. Diku në vitet 80, në mos gaboj, Ismail Kadek ishte shkruar një tip roman, një roman të vogël, që trajtonte pamundësinë e marrëdhënieve shqiptaro-serbe të kohës, shqiptaro-kosovaro-serbe, dhe kishte vënë titullin Krushit janë të ngrirë. Titull shumë i bukur, romani më pak i bukur nga titulli. Mund të thuaj, po ja vjedh shprehjen, po themi, shpirtrat janë të ngrirë, psiket janë të ngrira, mund të ishte parulla, përshkrimi i situatës së determinuar nga figura e errët e trupave të zhdukur, do të thënë të mbajtur të zhdukur. Sepse çdo qëndrim i zhdukur i trupave nënkupton aktivitetin e përhershëm të riprodhimit të zhdukjes së tyre, përderisa mbetet i zhdukur një trup që nuk është nxjerrë akoma në dritë, duke nënkuptuar që diku një instancë, një njeri, një institucion, një shtet, një politikë e tërë, diku e din
se ku është momenti i zhdukjes, po diku nuk duan. Ka një pamundësi, një mosvullnet strukturor ose pervers për të mos ta thënë, për të mos ta treguar zhdukjen. Dhe këtu pyetja bashkë me çka po sheh, që nuk e sheh dot, po mbetet vështrimi i ngulur te kjo mos dukshmëri, të paktën vështrimi i të afërmve, i të mbijetuarve, çiftohet me një pyetje tjetër, që e sheh pas here në muret jo aq shumë sa do të duhet ndoshta në muret e Prishtinës, nga njëherë pak në muret e Tiranës, po dhe fshihet, me pyetjen ku është donde está në spanjishten për të mbijetuarit e familjet e desaparecidos të diktaturat Amerikës Latine, ubi est në atë formulimin klasik të ndërkombëtar të platinishtes. Ku është një emër i përveçëm? Këto dy fjalë, lidhja e një identiteti me një hapësirë kohore. Dhe dy zonat e modernitetit ku takojnë të dyja këto linja të zhdukjes janë kampet dhe emigrantët. Kampet si vende të shfrytëzimit absolut, kampet e përqendrimit e ka fjalë, dhe të zhdukjes po ashtu, palën gjumë të ish popullsisë, nëse mund t'i quajmë të tyre, janë vende të prodhimit të shpopullsisë dhe të zhdukjes njëkohësisht të gjurmëve që e popullsi ka ekzistuar. Dhe që bën tepër të vështirë dhe sot 80 vjet më vonë dokumentimin e plotë të gjithë atyre njerëzve, individëve, trupa me emër dhe mbiemër, me datë lindje dhe vendlindje që kanë kaluar dhe kanë humbur nga ato zona. Kampet si vende të shfrytëzueshmërisë absolute të trupave se i vinin punë derisa të vdisin dhe pastaj i fusin në për furat e djegjes apo disa dhe që në fillim në zomat e gazit, dhe vende të zhdukjes po ashtu të organizuar të tyre. 1. Kampet e përqendrimit, dhe 2. Nuk është një vend, por është një tërësi e shpërndarë vendesh ose mbos vendesh, një zhvendësi që po bëhet planetare, është situata ose gjendja apo ta quajmë fakti planetari i migrantëve të sotëm, të cilët janë masivisht, esencialisht të zhdukshëm, të dalë nga dukja, të fshehur edhe për t'i mbijetuar, të eliminueshëm ose të zhdukur palën gjumë dhe njëkohësisht të shfrytëzueshëm nga ekonomia, nga tjerë, se mund t'i paguash për shumë pak se tjerë, nga s'kan drejta, deri në skallëverimin, neoskallëverimin e sot, deri dhe të burgosshëm, dhe po i rikthejmë citimit të gazetës lidhur me burgjet e Greqisë në fillim. Të zhdukuri pra, dhe do të bie shumë shkurt. Më vjen keq, kjo është një temë që normalisht supozohet duhet ta zhvilloj për orë të tëra nëse mundem, nëse gjetë vendin e duhur, po për t'i rënë shumë shpejt dhe për ta mbyllur, të zhdukurit i mohohet edhe atomi më i vogël i ekzistencës sociale, që është ai i dukshmërisë publike, tupamit, i figurimit të paktën në një regjistër ku puqen një emër i përveçëm, një vend edhe një datë. Kaq e thjeshtë. Gjë që edhe sklavit në një farë mënyrë i njihet, në pjesë më të raste, eventualisht, nga që të paktën nga që konsiderohet si e mirë materiale, shfrytzuar nga pronari, kështu që qoftë për të regjistruar fitimin e vet, e mban listën e plotë sklavëve që ka. Kështu i zhdukuri është mohimi absolut. Është figura absolutisht e mohuar e hapësirës politikës, së përkryzuar nga Hannah Arendt si hapësirë publikes, e ndërdukjes reciproke të qytetarëve. Ajo lavdia e agorës, lavdia që në greqisht quhet doxa, dhe doxa vjen nga folja dokein, që është e njëjta me foljen në shqip do të thënë ka dukesh. Ose më duket ose edhe unë duket, me të dyja kuptimet e fjalës. Në pësore është më duket edhe në vepror është duke mund. Pa lavdia e agorës, ajo dukshmëria e agorës, e sferës publike, është ajo pikërisht që tek i zhdukuri pamundsohet deri në nivelin skriptural, në nivelin e gjurmës, në nivelin arkivor, e në regjistri të gjendjes civile, dhe simbolik gjithashtu. Që kjo figurë me mos praninë e vet në një farë mënyrë, me mos pozicionueshmërinë e vet, me pa koordinueshmërinë e vet, hap një krizë strukturale në rendin e gjërave, që nuk është më rend, po bëhet çrend, sepse është rend i ngritur mbi një humner. Hap një krizë strukturale në rendin e gjërave, që është dhe rendi i identifikimit politik të realitetit. Sepse shteti modern normalisht është ngritur si struktura që supozohet se është ai që garanton
i pari dhe i fundit, identitetin e qytetarëve. Ati i kërkon dhe ai kërkon realizimin e identitetit qytetar. Na jep me një letër njoftim të gjithë. Dhe kur do të shpëtosh të identifikimit, të detyron. Këtu kemi situatën e kundër ku vetë rendi shtetëror nuk është më garant për garantimin e identitetit qytetar. Nuk arrin më të lidh ose s'do më të lidh ekzistencën e njëmit përveçëm të një date dhe të një vendi. Ku është? Ku instanca shtetërore nuk i përgjigjet dot më, sepse s'do, sepse pengohet nga forcat e errta, sepse është e çorganizuar, që ka shumë arsye. Nuk arrin të përgjigjet dot më kësaj pyetje kaq të thjeshtë, që është pyetja alfa dhe omega e ndërtimit të shtetit si aparat identifikimi, pyetës ku është? Ku është Ukshinoti për shembull? Ju e arrestuat për para 25 vjetë, në 1998-99, herën e fund ka qenë arrestuar nga forca zyrtare, ka qenë në burg zyrtar, ku është? Kësaj pyetje çdo shtet normal arrin të përgjigjet shumë shejt. Për çdo burgos, ku është? Në burgun filial, është në burgin përjetës, s'ka për dal kur, ose tjetër. Ose vdiq në këtë moment, ose shivarosu këtu e tjetër. Ku është? Çka po sheh këtu? Sheh një mur. Dhe për ta mbyllur atë, nëse Heideggeri ta çuar në dimensionet më ekstreme dhe më gjithëpërfshirë, dhe ideja objektivi im është që ta bëj figurën e të zhdukur si pikpyetjen më radikale dhe zhvlerësimin më radikal të koncepteve bazë dominuese të filozofisë, siç e kemi ta zhguar deri më sot. Dhe me këtë e gjen një përkrim me filmin e dytë Patrice Auguste Maindai. Nëse Heidegger e përkufizon dhe qenien si Dasein, qenien individual, përmes qendërsisë së situimit si tillë, po i them me këto fjalë si pak të huaja, latine se s'kemi fjalë tjera, si veçori dalluese asaj qenie që krijon botë, vetëm Daseini është botë krijues, që një përkthim po themi pak barbar, le ta quajmë një diku qenie, tinja që është gjithmonë diku dhe mendon dikushmërinë e vet, e bën të dukshme dikushmërinë e vet, i jep një pikë ekuilibri. Nëse vazhdimësia e atij qenit, po ashtu, being në anglisht, étant në frëngjisht, seiende në gjermanisht, mund të thuaj në shqip si duke qenia, je gjithmonë në vazhdimësi, përse nga momenti që ndërpritet kjo duke qenia, je një mos qenia, dhe qenia e nuk kupton vazhdimësinë e saj, kështu që duke qenien e vet, duke ngrënë, duke punuar, duke qenë, po themi. Atë nëse të dyja anët e medaljes nuk kuptojnë një diku qenie dhe një duke qenie për ta bërë ndërtimin e botës, i zhdukuri edhe njerë është prapë mohimi absolut i kësaj tabloje, që atë nga duket si një tablo idilike, si një ëndër e filozofit të Pulitzi. Literalisht, atë në mënyrë të mirëfillt, i zhdukur është një zhduke qenie dhe një zhdiku qenie. Një qenie e askundit dhe e askurit, e kurkurit, që nuk është botë krijuese, pikërisht po bllokon përkundazi çdo mundësi të konsistencës së diçkaje që mund të ngjajë si rend i një botës. Dhe bota që tektojë duhet një rend. Çdo botë është organizimi i diçkaje. Në greqisht është kosmos. Dhe kosmosi dhe kozmetika nuk kupton organizimin, përndryshe është kaos. Është një zhduke qenie, dhe një zhdiku qenie që këput radikalisht çdo përbashkësi, çdo ekzistencë përbashkët. Dhe bota, nëse ekziston si botë, nuk kupton dhe i dimension të përbashkësisë, nuk ka botë të vetmisë absolute. Në enciklopedinë atëre të atyre figurave me pa, të pa pjesëve, për shembull, për të rimarrë termin qendror të filozofisë rancierit, të zhdukurit janë elementi më absolut që akumulojnë të gjitha format e pas, e lessness, të pa gjetur, të pa gjurmë, të pa pa, të pa paraqitur, të pa duk, dhe së fundi edhe të pa zi, të pa vajtushëm. Barazia e gjurmëve, kështu, është një detyrë e re politike e modernitetit. Sikurse po ashtu ta vëmë zërin ton në shërbim të pavajtueshëm. Një zë është i bllokuar në gurmazin, po themi, të afërm që nuk arrin të ngrë zërin e vajt, atëri takon dikujt tjetër, filozofit, artistit, kineasit, siç do ta shihni, shkrimtarit etj, që t'ia huazoj zërin e vet për ta bërë të dëgjueshme këtë vaj
të bllokuar, të ngecur në fytyrë. Na duhet atëherë për të realizuar këtë gjë të zhytemi, të implikojmë, të angazhohemi në ndërtimin e një ontologjie të re dhe një estetike të re. Një ontologji jo më e qenies, po e shqenjes, nëse mund ta them në shqip, dhe një estetike së paparaqitshmes dhe të zhdukjes. Ka të paparaqitshme, ekziston e paparaqitshme pikërisht sepse ka shqenësi. Ka figura të tilla që janë shkëputur nga qenia, kur janë shqitur nga qenia. Na duhet për ta marrë një citim, një aluzion tjetër, jo vetëm si te Pessoa, libri i mrekullueshëm i shqetësimit, por edhe të hartojmë e të shkruajmë, le të themi, librin kolektiv të shqetësimit. Kështu që ndryshe nga Farocki, që i pason montazhit dialektik të Foucault's, me montazhin e vet analitik të analizës së aparateve të vrojtimit, montazhi i Guzmanit në dokumentarin e vet është montazh kozmo-melankolik, sepse përpiqet të rindërtoj botë, po duke mbetur në kujtimin e diçkaje që nuk ekziston më, radikalisht humbur, në melankolinë e objektit të humbur. Sepse përpiqet për t'i rikthyer e pareshtu një të kaluare, që nuk kalon kur, dhe të bëjë një topologjinë e një mungese, e një boshi fondamental, siç e thash, e defektit në fabrikim të asaj vajzës që do ta shihoni në film, e një boshi fundamental të realitetit dhe të subjektit, dhe secili pasqyrohet te njëri tjetri. Boshi i realitetit pasqyrohet tek ai subjekti dhe i subjektit te boshi i realitetit. Një bosh që është i pambushur dhe një kohësi që është e ngecur. Prandaj dhe melankolia. Se afekti i melankolisë kërkon një montazh kosmik. I vetmi relacion i mundshëm i kohës së ngecur për të dalë për të gjithë zgjidhje është që ta bësh atë një pasqyrë të përjetësisë, se dhe përjetësia është një lloj kohe e pakohur, nuk ka nevojë për ritme. Dhe kjo të ngushëllon, ka një lloj ngushëllimi pozitiv. Dhe topografi, koha e ngecur pasqyrohet në përjetësi, dhe topografia e boshit qendror, e të pagjeturit, e varrit pa qenë, e defektit në fabrikim, topografia e boshit qendror qepet ose shkruhet kështu në vijimësi me universin e plot, deri në origjinat e Big Bangut. Asgjë nuk mungon nga pikpamja e pluhurit kozmik. Të paktën ngushëllohesh duke thënë që, okay, edhe karboni i eshtrave të secilit nga ne, kështu që dhe i eshtrave të atyre të cilët ende nuk janë gjetur eshtrat, është i njëjti me karbonin e krijuar që në çastet e para të Big Bangut, kështu që ndoshta ende diku në gjithësi. Nëse kthej vështrimin, nëse arrit të ndërtoj makinën e montazhit kozmik, kozmosi rivendos ndoshta plotësinë e qenies së dëmtuar, plotësinë e dëmtuar të qenies, ose tamam, më saktë, nostalgjinë e saj. Dhe filmi i Patricio Guzmanit quhet Nostalgjia e dritës, që është një nga gjërat më prekse dhe mallëngjyse që kam parë ndonjëherë për këtë çështje. Prandaj doja që të ishte rasti që të mund të shfaqej në qiellin e natës së Prishtinës të këtij institucioni me këtë emër kaq të çuditshëm atje të burgu ideal. Ju falenderoj, kaq që kisha. Shkurt kur do të më gjatë me çudesh.